Për afro 4 orë, kryeministri Edi Rama ka lënë në si të gjithë emrat e propozuar nga drejtuesit politik të qarqeve, që priten të garojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Për të tretën ditë të radhasi, Rama vjoi takimet intensive me të vetët në përgatitje të garës elektorale. Prej orëve të para të mëngjesit, kreu i qeverisë zhvilloi takime në një nga vilat qeveritare me drejtuesit politik të qarqeve, të cilët i dorëzuan shefit të tyre listën me emrat potencial të qarkut që mbulojnë. Vetë kreu i Selisë Roz është shprehu më herët se i duhet Tiranës pas arrestimit të Erion Veliajt, duke lënë kështu të hapur mundësinë për të garuar në kryeqytet. Sipas përcaktimit të kryesocialistit, disa prej kandidateve gra do të jenë në listë të mbyllur të sigurt, duke përfshirë gjithashtu edhe shumë figura të reja nga të dyja gjinit. Por betejë e fortë do të vijojë për socialistët veteran, të cilët do duhet të përballen në listë të hapur, duke synuar sa më shumë vota edhe për partinë. Pjesë e procesit elektoral pritet të bëhen disa kryetar bashkisht, të cilëve fillimisht do të duhet të dorëriqen dhe më pas të dalin në garë. Emrat të mundshëm pritet të jenë kryebashkiaku i Beratit Ervin Demo, Ajdepelinës Tërmet Peci, Edi Mali Dyliana Mema dhe kryebashkiaku i Madit Agron Malaj. Vizion Plus mëson nëpërmjet burimeve se në qarkun e Korçës lista pritet të jetë si vijon: Niko Peleshi, Esnevera Zake, Ilir Pendavinji, Ilir Topi, Bledi Çomo, ndërsa kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu, pavarësisht se u përfol, është tërhequr duke i mundsuar kandidimin zëvendësministrit të bujqësisë Arjan Jaupullarit. Në qarkun e Vlorës deri më tani pritet të kandidojë Bledi Çuçi, ministri i mbrojtjes Spiro Vengu dhe ministri i bujqësisë Sanila Denaj. Në Gjirokastër përveç Mirela Kumbaros dhe kryetarit të bashkisë së Tepelinës Tërmet Peci, pritet të kandidojë edhe Dion Maliqi nga platforma Deputeti që duam. Të premten dhe të shtunën, kreu i Partisë Socialiste thiri në një takim të gjatë kabinetin qeveritar, i cili do të vijojë edhe pas ditën e kësaj të diele. Ky takim kokë më kokë i kryeministrit me drejtuesit politik të qarqeve vjen 3 ditë përpara dorëzimit të listës zyrtare pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa më datë 12 mars është afati përfundimtar që subjektet garuese të dorëzojnë pranë KQZ-s listën shumë emërore të kandidatëve për deputet.